Sot në orët e para të paradites, Sokol Çomo dhe Ina Rama kanë zbarkuar në dyert e KLG-s me qëllimin e vetëm dhe të qartë për të intimiduar anëtarët e këtij organi që të shkelin kushtetutën vetëm e vetëm për të arritur qëllimin e tyre, të pozicionohen në gjyqësor haptazi në kundërshtim me kushtetutën. Pasi kanë depozituar shkresën në vitin 2022, me të cilën kërkonin t'ju mbaheshin vendet bosh, sot ata kanë hedhur hapjen e dytë flagrant në kundërshtim me ligjin, duke takuar ata që nesër do të marrin në shqyrtim jo vetëm kërkesën e tyre, por do të analizojnë se sa e drejtë është ligjërisht kjo kërkesë. Çfarë do t'i ndodhte një magjistrati i cili para se t'i nënshtrohej procesit të vettingut, të shkonte në dyert e KPK-s apo KPA-s e të kërkonte vota për të kaluar procesin? A do vraponte Sokol Çomo me Ina Ramën e t'i bënte kallëzim për ndikim të paligjshëm apo do i priste në zyrat e tyre për muhabet dhe kafe? Pse e kanë me kaq ngut këta anëtar të kryejnë kaq haptazi veprime të paligjshme në dritën e diellit kur kanë 9 vite që ju kanë trumbetuar magjistratëve dhe popullit shqiptar që ata zbatojnë vetëm ligjin dhe janë njerëzit më të pastër moralisht dhe profesionalisht? Pse vrapuan sot Sokol Çomo dhe Ina Rama duke trokitur në çdo derë të anëtarëve të KLG-s për të kërkuar favore, apo u shqetësuan shumë që juristët treguan nëpër media se sa e padrejtë dhe antikushtetuese është kërkesa e tyre për t'u bërë gjyqtar, se sa e paramenduar ka qenë zbrazja e sistemit duke u përpjekur të kapin vende në apel për të sistemuar veten e tyre? Nuk duhet shumë inteligjencë e lartë për të kuptuar përpjekjet e Sokol Çomos dhe Ina Ramës duke u zvarritur dyerve të KLG-s për të ndikuar në marrjen e votës që do t'i bënte gjyqtar, kur kushtetuta e ka përcaktuar qartë që anëtarët e KPA-s kanë statusin e gjyqtarit kushtetues dhe nuk mund të trajtohen sipas ligjit numër 96/2016, sepse nuk janë magjistrat dhe KLG nuk ka juridiksion për gjyqtarët kushtetues. Por lëvizja e sotme e anëtarëve të KPA-s tregon qartë se ata kanë shkuar për t'u mësuar anëtarëve të KLG-s se si ta interpretojnë kushtetutën dhe ligjin sipas mënyrës së tyre speciale, që vetëm ata din ta bëjnë. Kush ka kontakte me krimin është i pastër dhe gëzon besimin e publikut. Kush ka depozita plot apo 3 a 4 apartamente duhet të vazhdojë detyrën, se tregon profesionalizëm të lartë dhe standardet e tjera të dyfishta e të shumëfishta që kur bëjnë një bilanc të punës së tyre 9 vjeçare e kupton se sa shumë dëm i kanë bërë jo vetëm sistemit por publikut në tërësi. Sot këta anëtarë që ende në dyerve të KPA-s kanë cënuar sigurinë juridike me punën e tyre sepse boshatisën sistemin në mënyrë të padrejtë, duke e kthyer reformën nga një proces kushtetues në një gjuhë shtrigash, ku fatet e njerëzve dhe karriera e tyre shkatërrohej duke zbatuar kushtetutën sipas oreksit të tyre. Të nderuar anëtarë të KPA-s, me që ju jeni kaq të pastër dhe kaq me integritet të lartë, nuk keni bërë asnjë mëkat në punën tuaj. Pse nuk i lini të qetë anëtarët e KLG-s? Ta vlerësojnë kërkesën tuaj pa përshpëritjet tuaja në vesh dhe pa përfshirë ambasadat, BE-n, OMN dhe gjithë kombësitë huaja që jetojnë në Shqipëri? Veproni dhe ju si të gjithë magjistratët e Shqipërisë që besuan në reformën e drejtë dhe të ligjshme? Por ka vetëm një përgjigje në rastin tuaj. Ju e dini shumë mirë se si deformohet apo zhbëhet ligji kur e zeza mbizotron mbi të bardhën, sepse jeni vetë autorët e saj. A dhe tani ka ardhur koha që ju veti trembeni asaj që krijuat si standardi i KPA-s apo vettingut.